Fituesja e Big Brother Albania 5, Selin Bollati, ka ndarë detaje nga historia e saj e dashurisë me Gimbon. Romancë që lindi gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Gjatë një interviste në emisionin Pushime on Top, balerina u shpreh se marrëdhënia e tyre është ndërtuar mbi komunikimin dhe mirëkuptimin, duke theksuar se nuk e kanë përjetuar kurrë si një lidhje tradicionale. Nuk e kemi parë asnjëherë marrëdhënien tonë si dy të dashur në kuptimin klasik. Kemi krijuar një raport shumë të shëndetshëm dhe këtë e kemi thënë edhe më parë. Edhe pse shpesh është keq kuptuar nga publiku, deklaroi Selin. Ajo shtoi se mënyra si e ka ndërtuar lidhjen i veçon nga shumica e bashkëmoshatarëve të tyre. Mendoi se nuk i përkasim mënyrës se si gjenerata jon i jeton marrëdhëniet. Sot gjithçka duket më e komplikuar, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë, ndërsa ne kemi gjetur ekuilibrin ton dhe jemi shumë mirë bashkë, u shpreh Bollati. Duke folur për jetën në një qati, Selin nuk i kurseu as batutat për partnerin. Me humor, ajo tregoi se bashkëtesa po ecën mirë, edhe pse pranoi se Gimbo nuk është gjithmonë njeriu më korrekt në përditshmëri. Pas njohjes në formatin televiziv, çifti vazhdon të jetë i pandashëm, duke u shfaqur së bashku në evente dhe duke mbështetur njëri tjetrin në çdo angazhim publik.